Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë, dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wa salam, mbi familjen, shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, edhe sonte si zakonisht po takohemi në këtë takim, nësë Allah në gjellë vala që t'i bëkon takimet tona, t'i bën të dobishme për neve në dunja, dhe nësë Allah në gjellë vala që përfundimi jonë të jetë kënaqësia e Allahut dhe xheneti i tij. Jemi duke trajtuar shembujt e Kur'anit dhe kemi marrë shembujt që flasin për xhenetin, duke munduar që të trajtojmë këtë temë nga disa aspekte përmes disa pikave që shpresojmë kemi arritur deri dikon të prezentojmë kuptimin e duhur të xhenetit dhe ndikimin e tij në jetën tonë të përditshme. Normalisht xheneti kemi thënë është i përhershëm, është i pafund dhe është vështirë që njëri të vendos pikën në trajtimin e kësaj teme. Mirëpo sonte dua që të trajtoj edhe një ligjërat lidhje me xhenetin, duke munduar që të paraqesim edhe disa anë të rëndësishme të këtij besimi, veçanërisht kur ka të bëjë me aspektin praktik të këtij besimi, kur ka të bëjë me ndikimin e xhenetit në jetën e kësaj bote. Prandaj sonte do të mundohem me lenin Allah xhallahu ala që të japi përgjigjen një pyetje të madhe, të rëndësishme, e që shpresoj se përgjigje shumë adekuate për të është pikërisht tema që po e trajtojmë. Të ndërlozër, ne e dim se njerëzimi ka kaluar në për etapa të ndryshme dhe ka kaluar në për situata të ndryshme dhe koha që ne po jetojmë në shumë aspekte llogaritet si një kohë më e veçantë se kohët e tjera, fillimisht në aspektin pozitiv, nga se njerëzit me ndihmën e Zotit kanë arritur të zbulojnë shumë gjëra interesante të rëndësishme që u kanë lehtësuar jetën e tyre në mas të madhe. Andaj edhe lëvizja është lehtësuar, edhe komunikimi është lehtësuar, edhe standardi jetës është ngritur, edhe kvaliteti është rritur e kështu me radhë. Gjitha këto në krahasim të kaluarën kanë shënuar një përparim, domethënë të madh. Në anën tjetër, probleme që me to ballafaqohet njeriu i kësaj kohe, edhe ato janë të veçanta. Nuk i ka pas njeriu i mëhershëm. Dhe këto probleme janë me të vërtetë shumë serioze. Madje studiuesit e shohin po i konsiderojnë aq serioze saqë po rrezikojnë edhe llojin njerëzor. Dhe bën përpjekje të ndryshme për të ofruar zgjidhje, për të ofruar përgjigje dhe ide të ndryshme se si t'ia dalim, e si kena mundësi këto probleme i tejkalu, si kena mundësi që këto smundje shoqërore të përhapura mos të prekin rrënjt e njerëzimit e kështu me radhë. Nuk është tema ime sonte për këto probleme, nga se janë të shumta. E as nuk është tema ime sonte e që ka të bëjë me përgjigjen në çdo problem. Mirëpo tema ime është të kufizuar në disa nga këto probleme e që konsiderohet se janë shumë serioze dhe se si ka mundësi që për të gjitha këto probleme xheneti të jetë shërim dhe të jetë rrugdalje. Do thotë përgjigja më e mirë në këtë dilemë të madhe dhe ilaçi më i mirë për gjitha këto smundje të shoqërisë dhe njeriut bashkëkohor është kuptimi i drejtë i xhenetit. Xheneti i cili ka reflektim xheneti edhe në dunjë. Në qoftë se arrim ne me e përkthy xhenetin në dunjë, do të arrim që t'ia dalim përkundër sprovave, telasheve, smundjeve e gjitha ato që sot ballafaqohet me to njeriu bashkëkohor. Andaj kam përmbledh disa prej këtyre smundjeve dhe do të mundona me i trajtu si reflektojnë jetën e përditshme dhe si xheneti ka mundësi të jetë shërim për këto probleme. E para që do të fillojmë me trajtu të nderuar vëllezër dhe motra është
një lloj konflikti dhe paqartësie në raport me qëllimin dhe mjetin. Ne gjithë e dim se faza më e rëndësishme e çdo udhëtimi, drejt çdo suksesi, drejt çdo arritje në jetën e njerit është përcakton qëllimin edhe mjetin. Dhe dështimi më i madh i njerit është që të huq në këto dyja, t'ja huq në qëllim ose t'ja huq në mjet, ose të përzihen mes të dyjave dhe njërin ta bën tjetrin e tjetrin ta bën atë parin. Andaj kjo është e shfaqur në gjitha fushët e jetës së njeriut. Njëri ka problem sot me përcaktu çka është qëllim e çka është mjet. Sa që të ndërrohet nga paqartësia e madhe e kësaj, njerëzit kanë filluar që mjetet me i trajtu si qëllime. E qëllimi ku është ku? Nga se qëllimi u konë edhe mjeti ka qenë. Nëse mjetet janë shty një fazë më përpara tek qëllimet, e ku janë shku qëllimet? Janë largu nga jeta e njerit, nuk ekzistojnë ato më. Nga se mjetet i kanë shty, i kanë vendosur jashta qëllimeve të jetës së njerit. Një shembull konkret. Deri vonë, aq sa mund të shërbejmë edhe me fakte historike, njerëzit pavarësisht definimit, pavarësisht përkufizimit, mi po jeta ka qenë përgjigje në një pyetje të madhe: pse jetojmë? Do njerëzit dikur janë pyet pse jetojmë? Pse kemi ardhur në këtë dunjë? Ka qenë pyetja e madhe pse po jetojmë? Mirë po në dekadet e fundit, ndoshta edhe në shekujt e fundit, nuk bëhet me pyetje pse jetojmë, por njerëzit pyesin si të jetojmë. Pyetet për standardin, pyetet për kvalitetin, për ushqimin, për veshmbathjen, për dukjen, gjitha këto janë të rëndësishme. Që dikur kanë qenë mjete, sot janë shndruar në qëllime. Prandaj, me këtë që pe njerëzve, shumica ose rrin, thot qëllimi im është me pas mundësi një shtëpi me ndërtu. Qëllimi im është me pas mundësi një shkollë me e kry. Qëllimi im është nëse kam mundësi me u punësu dikun. Këto ka aspekti gjuhësor, nuk është problem me i trajtu qëllime, s'ka gajle. Mirë po, kur këto pastaj veprojnë ndarazi, mirë të pavarën, jo në përputhje me qëllimin madhor, atër bëhen probleme. Nga se qëllimi final, në qësë një ka qëllim final jetë në vetë të ndërlozër, gjitha qëllimet e tjera pastaj mobilizohen drejt këtij qëllimi. Edhe shkollimi, edhe punësimi, edhe banimi, edhe shëndimi, këtë pastaj janë qëllime, mirë po janë qëllime në një qëllim. Kur mungon qëllimi i madh, krye familjari, shpërndan familjarët. Se cili qëllim pastaj kërkan për vetën e tij. Dhe njeriu bëhet i shpartalluar, bëhet i shkapërderdhur. Dhe pastaj njeriu mjetet që Allahu i ka krijuar me i shërby qëllimit, fillon tash ato të jenë qëllimi i tij. Prandaj vendbanimi që Allahu xhallahu ala na ka mundsuar të jetojmë të, realisht është mjet. Edhe ushqimi është mjet, edhe pija janë mjete, e të tjerat, edhe dukja jashtme janë mjete që i shërbejnë një qëllimi të madh. Mungesa e këtij qëllimi që i organizon të gjitha këto qëllime dhe mundson funksionimin e duhur të mjeteve, mungesa e këtij çka bën? I shpërndan. Dhe pikërisht të ndërruar për këtë shpërndarje ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikërisht këtë gjenetje ka rolin e vet për ta rikthy prap njërin në formë organizuar. Me kthy prap njërin drejt qëllimit të duhur. Çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasallam? Në hadithin e vërtetë që transmeton Tirmidhiu në sunenin e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kanat al-akhiratu hamma, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi, wa jama'a lahu shamla, wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Wa man kanat ad-dunya hamma,
ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynayhi wa farraqa 'alayhi shamla wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Kjo është përgjigja më e mirë e krejt asaj që ka flitet për këtë temë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që e ka synim ahiretin, e në ahiret që ka synim na? Këtu synimi i ahiret është kush? Xheneti, se kur kush nuk e synon xhenemin, as nuk është për mlavdu, as nuk e synon dikush dalin për Allah me dhon llogari, e as siratin, ato zhvillimet e ahiretit. Prandaj këtu kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e ka për qëllim ahiretin, qëllim është xheneti. Kush e ka për qëllim, e ka breng, e ka dert ahiretin, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu ja vendos pasurinë në zemër. Jo këtë pasurinë që e habit, po Allahu xhallahu ala ja bën zemrën të pasur. Pavarësisht s'ka ka për jashtë, ndjenja e pasurisë buron nga zemra e tij. Pastaj thot: wa jama'a lahu shamla, dhe ja përmbledh ato që zakonisht njerëzit ju shkapërderdhen. Ja përmbledh Allahu xhallahu ala mendjen, ja përmbledh angazhimin, ja përmbledh familjen, ja përmbledh gjitha gjërat tjenë në shërbim të një qëllimi. Andaj e sheh njërin për shembull i angazhuar në punë dunjas shumë, sikur se kemi thënë. Mirë, po ja del me fal namazin, ja del me agjëru, ja del me lezu Kur'an, ja del me kujdes për familje, ja del për këtë. Dikush po ja përmbledh gjitha këto edhe plus po jes dunjaja. Nuk është për shkak të menaxhimit të fortë, po për shkak të preokupimit të rëndësishëm që e ka ahiretin. Prandaj rujtja nga mos shpërndarja, nga mos shthurja, nga kaosi është në qoftë se njëri jeton për ahiret. Wa man kanat ad-dunya hamma, e kush përfitimin e kësaj bote ka qëllim, kaq ka, s'ka më tepër. Thot pejgamberi sa Allah ja vendos fukarallokun para syve. Don e ka fukarallokun, nuk e sheh pasurinë ajo. Ai ka shumë, nëse ai ka pa Allahu tepër, i ka punë mirë, ama nuk e sheh, nga se e ka varfrin para syve. Dhe sa art flet me varfri. Dhe sa art gjykon me varfri. Dhe sa art vepron me varfri. Gjithmonë është në presion të varfrisë, edhe pse moti ai ka dal nga kriza e varfrisë. Realisht ka dal. Mirë, po e ka parasysh pse? Nga se largimi i këtij qëllimi nga jeta ja ka sjell këtë varfri shpirtërore, jo varfri materiale. Pastaj thot pejgamberi son wa farraqa alayhi shamla, dhe Allah ja shpartallon çështjet. Apo një punë ka, një men ka, një dert ka atje, familjen aton, i shpartallum, nuk din ku e ka kryt. Don vazhdimisht ndjekje, vazhdimisht në telashe, ngarkesa, i pa organizuar, i pa përmbledhur, ndoshta në punë shumë menaxher i mirë, po në familje katastrofë, në raporte me njerëz larg e kështu me radhë. Menjen s'ka përderdhur në gjitha anët. Për çfarë arsye? Kush e ka shkapërderdh? Kush e ka bërë kaq kaotik? Kush? Mungesë e qëllimit. Dunjaja që ka qenë mjet e ka bërë qëllim. E kur këtë e ka bërë, janë shpartalluar gjitha gjërat. Kjo është problem sot i njerëzve. Është problem jeta dinamike, po thonë. S'ka kohë. Sa njerëz për shembull nuk kanë kohë me nejt me familjen e vet. Sa njerëz nuk kanë kohë më u fal. Ai thotë, "Unë po du, po ku më gjithat vakt?" E sa njerëz nuk kanë kohë për këtë, e nuk kanë kohë për këtë e kështu me radhë. Të shkapërderdhur si pasojë çkafit e shëndrimit të mjetit në qëllim. Për këtë arsye, Allahu ja vendos fukarllokun para syve dhe ja shpërndan, ja shkapërderdh çështjet dhe pastaj thot pejgamberi sa nuk fiton nga dunjaja pas sa Allah i ka caktuar. Do thot ky preokupim nuk e bën më të pasur. Aq sa Allah e ka caktuar, aq kimë marr. Mirë, po mungesa e këtij qëllimi të ndërozur ka bërë që ky njeri me kthy veten nga një krijesë që ka pas mundësi me pas shumë gjerësi të mëdha në një burg që emri i saj është dunja. E ka futur veten vetëm në këtë burg. Nuk sheh për të saj. Nuk punon për diç për të saj. Ai nuk ndin as nuk flet për asgjë pas që ka të bëjë me këtë dunja. Andaj kjo i ka shkaktuar një shumë të lashe. Nga njëra anë të ndërlozër
Njeriut krahas që janë shpërnda punët, janë shkapërdirët punët, njeriu ka me këtë ka dështuar edhe në kërkimin e lumturisë dhe kënaqësisë. Nga se lumturia dhe kënaqësia reale janë tek xheneti. E kur ai nuk e shet xhenetin, nuk e ka xhenetin qëllim, ai mundohet ku do koft me e gjetë në dunjën e ngushtë që e ka. Ku do koft? Si do qoftë, ai e din se s'ka për te kësaj. Kjo është fundi. Nëse jam i lumtur, këtu duhet jam. Nëse kaloj mirë, këtu duhet jam. Mrena kësaj, kjo është burg. Kjo është kufizim hatashëm i madh që njeriu nga kërkesa për lumturi i ka sill vujtja dhe matnoja. Gjithashtu nga ato që reflektimet e këtij problemi është se të nderozë njeriu i është dobësu forca e rezistencës ndaj sprova dunjas. Nuk është i fortë me rezistu. Pse? Nga se ai e din se çdo telashe që po i vjen, çdo ditë që po rrin i smut, po vonohet me kalu një kohë të mirë në dunja, nga sa i smenon për të dunjas. Apo këtë i ka këto, çdo ditë që po e kalon në mungesë të pasurisë, ai e konzon vujtje, nga se e kur ka me fitu diçka që më kënaq, vjet po shkojnë, ai marr me dunja. Apo çdo vonim i ndonjë mirësie, çdo mangësi i ndonjë mirësie për të është një vujtje e papërballueshme që përkthehet me stres, me depresion e me shumë probleme të tjera. Prandaj të ndërlozur të njerëzit si pasojë e gjitha kësaj, si pasojë e përcaktimit të dunjas si stacioni i fundit, si pasojë e përcaktimit të mjeteve si qëllime, duke e largu qëllimin final që po flasim për të. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që njeriu thash të jetë mbrana një burgu që mendon se ky është fundi. Mirë, keq, vujtjet dhe devijimet e shumta i kanë ardhur njeriu, qoftë në aspektin e besimit, si pasojë e mos kuptimit të këtij qëllimi të ndërlozur, si pasojë e mungesës së këtij qëllimi, tek njerëzit ka filluar më u shfaq edhe devijimi i madh në besim, përhapja është e mohimit besimit, e ateizmit, e mohimit Zotit xhallahu ala, mendimit keq për të. Pse? Nga se ai çdo mangësi që ka në këtë dunja e përkthen si mos përkrahje e Zotit për ta. Çdo mangësi që ka këtu, çdo sen që nuk i plotësohet këtu, ai e përkthen fatkeqësisht si mungesë e drejtësisë së Allahut ndaj krijesave e kështu me radhë. Nga se menon se krejt drejtësia, krejt mirësia, krejt begatia duhet këtu më u plotësu. Krejt çka është mungu, faj ka dikush jashtëm. E ai jashtëmi zakonisht e orienton mirë armiku i tij shejtanin drejtim të Zotit xhallahu xhelaluhu. Andaj janë njerëzit që flasin keq për Zotin, mendojnë keq për Zotin, nuk besojnë fare në Zotin, si pasojë e çkafit, gjithë këtë kaos dhe shumë probleme, njerëzve u ka sill mungesa e kësaj perspektive. Me shiku çështjen ka ky kënd që e shet xhenetin përcaktohet qëllimi apo kupton se gjitha begatit si artu me i kry. Veni begativ është dikun tjetër, këtu ka ardhur provim, këtu ka ardhur për diçka tjetër, këtu ki rral, kry rral shkon, shpërblimi është dikun tjetër, begatimi është dikun tjetër. Këtu në dunja ka mjete që Allah me to të përkrah. Prandaj të ndërlozër, ushqimi që e hajmë, apo nuk është shpërblim. Nuk është problem, nga se po të ishte ushqime që jam shpërblim, nuk ishte me hongër ai që e më hanë Zotin xhallahu ala. Uje që e pim nuk është problem, po të ishte uje që e pim shpërblim, s'kishte me e pi as një pik ujë më husi, pa dyshim se qysh Allah me e shpërblim më husin. Vëshmbathja, shëndeti, të gjitha nuk janë shpërblime, e qka janë mjete që Allah me to në përkra, në ndihman me i adal në razime e qëllimit. Kur s'ka njëri qëllim, këto mjete pastaj i kthen pastaj në qëllime dhe i kthen pastaj në ato që është ende me keqe në çka, në ato që Allahu ka thonë se vlerëson në bazë të kësaj raportin me Zotin xhallahu xhelaluhu. Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu, njeriu kur Allah sprovon apo dhe Allahu xhallahu xhelaluhu i nderon dhe i jap mirësi, thot Rabbi akraman, më ka ndëru Zoti, kur jap me hongër dhe me pi dhe jap shtet, thot akraman, më pas ka ndëru Zoti.
E kur Allahu xhallahu diçka nga këy mungon për urtësitë e tij, thot Rabbi ahanan, më ka nënçmuar Zoti. Zoti nuk më don mua, më ka lënë Zoti. Çfarë i bëra unë Zoti që ai kështu po slit me mua? E kështu fjalë të tjera fatkeqësisht, të cilat i sjellin depresion, dëshpërim dhe bëhet viktimë e lehtë për armikun shejtanin e mallkuar. Pra kjo është problem që vuj njerëzit me ti. Nëse do të inkuadroj xheneti, gjitha këtu kishte me lenë Allah xhallahu mi rregullu, apo gjitha këtu kishte mi vendos në pozicion vet, nga se edhe mangësit do të dinte si mi menaxhu. Po ato që vijnë do të dinte si mi i përdor. Edhe gjitha ato tjera që sot njerëzit fatkeqësisht, domethënë kanë probleme me to. Prandaj të ndërlozër njerëzit të cilët e kanë kuptuar xhenetin si duhet dhe janë formuar si duhet për ta sprova, sikur se kemi thënë tek privilegjet apo është nder. Ata nuk e kërkojnë sprovën, po kur Allahu xhallahu i sprovon, ata sprovën e kuptojnë jo si vuajtje, jo si padrejti hyjnore larg asaj, por e kuptojnë si përzgjedhje hyjnore që dëshmohen se janë rob të Zotit. Besimtari nuk e kërkon sprovën, por nëse Allahu ja dërgon, ai e shfrytëzon si mundësi për të dëshmuar se edhe në sprova mbetem i përqendruar ndaj teje o Zot. Jo vetëm kur begaton. Andaj ka lexim tjetër për sprovën, ka lexim tjetër për mangësinë, ka lexim tjetër për smundjen, gjithçka pastaj lexohet pak më ndryshe. Si pasojë e shkafit, si pasojë këtij elementi xhenetit. E dyta që dua ta përmend si problem të ndërlozur është njeriu si pasojë këtij zhvillimi, njeriu si pasojë kësaj rritje, njeriu si pasojë kësaj arritje ka filluar me pas një trajtim ndryshe ndaj vetvetes. Në çfarë aspekti? Mungesa e qëllimit, mungesa e xhenetit ka filluar njeriu me u përshtypje se ai e ndërton xhenetin në dunjë. Sa bukur ka ndërtu. Shikoj këtë ndërtesë, shikoj këtë, apo është mahnit me atë që ka bu me durë të vetën, nga sa i shë xhenet, a i shë bukuri reale, a i s'din qka është kjo bukuri. E pastaj vetë mjaftot me bukurin dunjas. Një mundësie komunikimit nga largë e mashtron, qërë që ka kemi bu në aftën. Një mundësie me u pa prej largut, shikoj që ka bu njeri. Dhe kjo, nëse nuk lexohet në hijen e xhenetit, i sjell njeriu të probleme. Nga ato liria e palimituar e mendjes. I jep vetes liri të palimituar për mendjen e tij. Ai tash ka drejt, se s'ka xhenet, apo më e bukur, më e mirë është kjo që është në dunja, s'ka qëllim më të madh kjo që këtu. Ai tash fillon me menu se mendja e tij të ndërlozur është ajo që e sundon dunjon. Mendja e tij është ajo që e ka pushtuar gjithësinë. Mendja e tij është ajo që është kriter i vetëm për të vendosur çka është e pranueshme e çka nuk është e pranueshme. Çka ka urtësi e çka s'ka urtësi. Prandaj në bazë të kësaj mendje të palimituar, njëri çfarë ka bërë? Njëri ka dhënë të drejtën që atë që e sheh ekziston dhe besoj. Çka nuk e sheh nuk beson. Pas shkave të ke po këtë, mendja ja thot kështu atë. Në bazë të mendjes së tij, ai ka dhënë të drejtën që atë që e kap mendja e tij është e urtë, është e drejtë. Çka se kap mendja e tij është e kotë, është e parëndësishme, është e pavlerë e kështu me radhë atë. Ndërsa të ndërlozur pejgamberi sa ka thonë në xhennet apo fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Në xhennet ka atë çfarë kur nuk ka pasur syni dhe kur s'ka dëgjuar veshi për të. Dhe kur, shikoni këtë tretën, dhe kur nuk ka mundësi me e perceptu dhe me e përtheku mendja e njeriut. Prandaj të ndërlozër, shikoni se si ky besim e kthen njeriut në binarët e duhur. A ka në xhenet mjalt, shembullin e ka thonë se ka, a ka në xhenet ujë, po
a ka në gjenet qumsht, a ka në gjenet verë, gjitha këto këmë se ka, shembulli i surës Muhammed e ka thonë. Mirë po, qysh e percepton mendja jote një lumë për mjallte? Hajde paramenajti, qysh është ai mjallë? Të gjithë bletarët e dunjes me umledh, nuk mund të bëjnë lumë, vëllai. Këtë mjaltin me derë, su ne bëjnë me rjedhë, si lumë i madhë, si kurse e ka bo Allah në dunja ujtë me rjedhë. Të gjitha ato elementet për ruajtjen e ushqimit, me ja vendus qumshtin, su ne bëjnë ta atil që Allah kanë lemje të gajër ta'mu, si ndërën shia kur, i freskët gjithmona, pa përmbajtje të tila. Kështu Allah e ka përshu për të reguar se mendja juve qumshtin se mërvesh. Apo mendja juve mjaltën së ne u kalzon juve, se se mërë një vesh. E për tjera qka mërvesh të pasaj? E ullë njërin ato. Amaj që se ka këtë perceptim, shkëndejnë atë masë, thot, ky veprim i Zotit së është i urtë. Ti mjaltën se mërvesh, e Allah të pja këndës në veprimet. Apo, madje në dunja më u këthy, e kam poshtë Allah mendin e njerit në shumë sfera, me i kalzu që i voglije. Ama shumë i voglije. Madje kërkush e si, veç sa të këmja pëne. Nga se Allah thot, wa ma utitum min el ilm, ju kur gjës dini, në Koran, ju asgjë nuk dini, kështu është fillimisht ajeti, wa ma utitum min el ilmi, nuk e shdhen juve kur gjë, illa kalila, për e se pak, sot dojmë në vjepëm, sot dojmë Zotë ju jepëm. Prandaj, lojnë ndëruar, sa ka të atila, sot, për shamë njerëzit e kam bërë shkencën zavënsim për Zotin. Në u dhubillah. Atë që Allah e ka begatu njëri ka zavënsu nga rebelimi ti, se menja kështu ja thot, të menu se aje ka shpik shkencën, aje ka zbulu. Edhe atë që e ka zbulu, nuk din me kalzu. Nuk din. Shkencë e ka zbulu, për shambull, se përbërje e ujtë është kështu, se kjo funksionon kështu. E pse kështu? Shumë se nuk dim na pse. Na dim veç kështu është. Ama pse është na nuk dim. E sa të tjera, jo që nuk dim pse, po nuk dim as që ekziston belamtën, absolutisht. E kush e kufizon mendin e njerit, ju në kuptim të asaj fjale që t'inglan vrasht të njerëz, kufizim se ka maraka e që më kufizu. Po kufizim pozitiv, që i mundëson pastaj kjo mendje me punu ku duhet, jo ku s'duhet. E kufizon shumë gjëra. Një për ty në thash, këtë problemin e rebelimit të mendjes dhe shetitës e palimiturat të saj, kush e regulan? Gjeneti. Gjeneti. Prandaj, djetarë kanë thënë, kur kanë folë për cilësit e Zotit Gjallahu Ala, e që shumë njerës s'kan pas mësi me kuptu ato cilësit Allah Gjallahu Ala, nga se herë i kanë kuptu në njën e përgjasimit, e herë në njën e formësimit e kështu më radhë. Djetarë kanë sjellë shembull nga gjeneti. Apo kanë thënë begatit e gjenetit, mollën në zdim çfarë është gjenet. Nëse molla e gjenetit për neve është veç emne ka mollë, ama s'ka lidhe me këtë mollë, do në di veç emna, po s'dim nga realiteti në fare, e çfarë të mërmenja për Zotin Gjallahu Ala, në dim cilët e ty, por në nuk dim realitetet e tyne, në nuk dim formën e tyne, në nuk dim përësim me tu, e kështë më radhë. Por në njëri ka nevoj që të kthehet në kufit e duhur, të kthehet në vend e duhur, nga se të ndërrozër çdo dalje nga kufit është vërshim, e çdo vërshim është shkatrim, është rënim, për këtë arsye dhe fatkeqësisht njeriu duke ia dhënë të drejtën e tij e të menduarit të palimituar, ma shumë ka bërë shkatrime në shumë fusha sa që ka bërë ndërtime. Madje nga rebelimi i madh i kësaj mendje, edhe atë që e ka ndërtu mirë rrezikon me shkatru dhe me e prish. Prandaj shikoj këtë çështje kaq më rëndësishme sot. Problem që ka të bëjë me të drejtën e të mendumit, të drejtën e të shprehurit, të drejtën që njerëzit kanë probleme të definu, gjeneti raton, të kallzon kufit e shprehjes, sa ki drejt më shpreh, sa ki drejt më menu, sa ki drejt më vol, ti kallzon kufit e asaj që është e duhet, pa e lëndu asken, pa shkatru kërken, pa e rreziku asken, në kufit e asaj që është normale dhe e logjike dhe e arsyeshme. Prandaj këtë problem kaq të madh bashkëkohor, padyshim ka shumë reflektime te këtij problemi, ka shumë telashe mirë, po nëse e kuptojmë drejt, e shohim se gjeneti është përgjigje shumë adekuate për këtë. Gjeneti na mundson që
të dim se s'përfundon këtë bukuria, apo as nuk përfundon këtu arritja, çka ka në xhenet, kjo është zbulim shumë, po them, i parëndësishëm, ndoshta as klasik, as quhe, ma të shpret, ma ndoshta që tregojnë pavlerën e diçkafit. E treta të ndërlozër që është si problem e që xheneti në ndihmon në mos me të kalu është edhe kriza morale të njerëzit. Të ndërlozër për para njerëzit, pa vazhdin forma që fara do koftë, mirë po aspekti shpirtëror, vlerat morale kanë pas rëndësi, ka qenë kriter i rëndësishëm, kanë qenë strumbullar, do të thotë ka janë njerëzit. Dal nga dal, njeriu fatkeqësisht e ka largu atë shumë aspektin shpirtëror. Vlerat morale aq që të parëndësishme, sa që jo rrallëherë kanë dalë edhe jashtë periferisë së jetës së njerëzit, e mos flas nga qendra dhe nga kryeqyteti i jetës së tij. So çfarë vlerë ka modestia? Çfarë vlerë ka turpi? Ka vlerë vetëm atëra kur i shërben interesit. Përndryshe nuk është vlerë. Prandaj të ndërlozë njeriu nga vlerat morale ka kalu tek vlerat personale dhe interesi material. Kjo përbën strumbullarën e tij. Sukses është dhe kriter i arritjes është sa kom arrit vetës time me i bo mira, në kuptim të interesit personal dhe në kuptim të zbërthimit material. Ndërsa vlerat morale nuk janë shumë rëndësishme ato. Kjo nuk është e veçantë për një popull, as për një vend. Kjo është problem moral i njerëzimit. Prandaj më lejani që t'ju lexoj veç dy thënie të dy studiuesve të njohur bashkëkohor të botës perëndimore, që në bazë të studimit flasin për gjendjen faktike të edhe të atij vendi po të njerëzimit në përgjithësi. Fukuyama është një prej studiuesve të njohur, ka shumë studime që flet për të ardhmen e njeriu e ardhmja e botës e kështu me radhë. Studimet e tij kanë ardhur tek ky përfundim. Ai flet nga sa ai është, do të thotë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai flet për atë shoqëni. Po kjo nuk kupton se është problem global. Dhe nëse ky rezultat ka dalë dikun ku janë bërë studimet, para më dikun ku s'bën studimet, ku është situata dhe ku është gjendja. Prandaj thotë kështu atë. Sot në vendin ton, aty ku jeton, njerëzit janë shumë më të preokupuar rreth asaj çfarë do të hanë dhe pinë, sportin që do të mirën me te, si do të duken, shumë më tepër se që preokupohen për vlerat e etikës, moralit, të cilat dikur kanë qenë prioritet dhe breng e madhe për gjysht e tyre. Ndërsa një nga studiues tjetër që janë të njohur dhe librat e tij kanë arritur me të vërtetë kulmin e shitjes, do të me sasi marramendse janë shit me miliona ekzemplarë librat e tij, quhet Stephen Covey, thotë kështu: kriteri i suksesit dhe arritjes në shekujt e kaluar ka qenë i ndëlidhur ngushtë me atë që mund ta quajmë veçori e moralit, në parimitet, njëri parimor i suksesshëm, në modesti, sinqeritet, maturi, guxim, pastërti, e kështu me radhë. Dhe tërë kjo thotë ky njeri ndërtojnë të kaluarën mbi rregullin e artë që e kena mësuar, thotë, dhe e kena përsërit, sillë me të tjerët dhe trajtoj të tjerët si ke qef ata me u sill me ty, që kështu do të kena ardhur na deri vonë. Thotë pastaj në shekullin e fundit është ndryshuar situata. Njerëzit tashmë, thotë ky studiues, ka ndryshuar qasja ndaj suksesit, ndaj arritjes, kështu që nga vlerat dhe veçoritë e moralit në atë që mund ta quajmë përfitim personal, në egoizëm, në individualizëm dhe në sjellje në egocentrizëm, mos i njëri veç rreth vetvetes. Nëse ajo është mirë, s'ka rëndësi për tjerët. Nëse ajo është rehat, s'ka rëndësi ai tjetri është rehat. E rëndësishme është unë, veni jam ose ata të mit, a janë mirë e kështu me radhë. Dhe kjo nuk ka koment të ndërmjet, a është mirë kjo, a rehat kjo, a është shku dunia marr apo jo. Vetë ky përshkrim i këtyre studiuesve se ku ka arrit njerëzimi, jep më kuptues se son rrezikim jaftë. Ndërsa
të ndërozër, sa ka hadithe që e rregullojnë këtë çështje, po flaset për xhenetin. A ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e lën gënjeshtrën, qoftë edhe duke u tall, ja garantoj xhenetin. Apo që xheneti largon gënjeshtrën. Madje ajo gruaja e cila kishte probleme me epilepsinë dhe kërkoi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të bën dua për të. Kërkoi durim, nuk ka lehtë. Sot si pasojë e vujtjeve nga smuja, sa ka vetvrasje, sa shpenzime mëramend se bën, përpjekje për të pashpresë. Nëse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse don lutem për ty, po nëse bën sabër ki xhenetin. Tha ja Rasulullah, po e pranoj xhenetin, apo nga se me këtë te i kaloj vuajtjet, por lutë Allahun që kur të alivanosem mos të zbulohem. Subhanallah, është mbuluar, mos të zbulohet kohë, mos të dora, shikoj e alivanosur e kishte dert mbulesën. Sa të këndellura, apo si dalin dhe si shfaqen, nga se këtu është problemi. Ajo është alivanos, e ka pranu këtë nga se edhe mbulesën e ka pranu dhe gjithë e ka pranu, por diçka në të ardhme shumë më të madhe. Xheneti është ai rregulluesi i tërë kësaj. Mungesa e tij e bën pa kuptim edhe sabrin. Pse më duru? Çfarë kuptimi ka durimi? Çfarë kuptimi ka sinqeriteti? Pse me koni sinqert? Çfarë kuptimi ka me koni mirë? Çfarë kuptimi ka? Nëse është xheneti, ka kuptim. Pa xhenet, s'ka kuptim vëllazni. Mund të jetë i përkashëm, mund të jetë kulturë që ka marrë njëri, por nuk ka mundësi me majt larg edhe gjatë, nga se problemi është në jetë ti je vazhdimisht i sinqert pa një motiv të fuqishëm sikurse xheneti. Problemi është. Prandaj mungesa e xhenetit ka sill hipokrizin, mungesa e xhenetit madje ka sill lakmin dhe pangopsin, e që ka sill luftra. Shumë lufta sot për çfarë bëhen? Realisht për pangopsi, për lakmit, marramendse, që sjell pasaj gjakderdhje, konflikte mes njerëzve e kështu me radhë. Gjitha këtu kanë bërë që fatkeqësisht tash vlerat më radhë të humbin. S'ka vlerë më turpi. Kur kush nuk thot filoni, shumë i suksesshëm, nuk e pranoj atë që nuk i takon, edhe mbeti besnik parimeve. Ku e gjeni ju kështu sot dikan që lavdohet ose merr dekorata? Libra veç dikur ka qenë kështu. Sot nuk ka kështu. Sot thonë për shembull sa mendjelet ose shprehje rrugëve mos nuk du me i thonë tash, apo? Se ky vend edhe ju jeni ma të ngritur se me dëgju këtë shprehje, po ju i dini. Filoni 3 pika refuzoi filon pune që nuk i takon, refuzoi filon fitimi, tash i shkon rat që tash sillet udhë si fukara, i kish pas punë më mirë. Si a vlerëson kush durimin kërkuina? Si a vlerëson dikush parimitet dikujna? Sot dikush faqebardh ngrit biznes, nuk dekorohet për këtë, por në baza tjera e kështu me radhë. Mirë, po ku e ka durimin, ku e ka motivin, ky që nuk ka përkraje, s'ka falënderim, s'ka mirënjohje shoqërore, ku e ka? Veç të xheneti. Vazhdon me koni tillë përkundër mos mirënjohjes, përkundër mohimit, përkundër gjithave, mbetet i moralshëm, i mbetet besnik parimeve, i mbetet besnik etikës, edukatës, veç pse shpreson diçka për te kësaj. Përndryshe, problem është, nuk mundesh, problem është. Prandaj natë ndonëse shikoni jetën tonë të përditshme. E kam thënë në dersën e kaluar, ndjemi sinqert. Sa ka nafile, punë vullnetare, që e dim se ka sevap të madh për to. E dim se xhenet ka premtuar Zoti për to. Prapse vetë fakti që është nafile na bën të si pak më të lirë, nda që bëjmë dash nuk e bëjmë. Duhet me kon shpërblimi e xheneti, e motivi, e me kon obligative e tek atëra ani apo levizim apo nuk po levizim. Jemi njerëz. E përnaj që taj nuk ekziston farz, as nuk ekziston sevap, as nuk ekziston dale për Allahot, as xhenet. Mehmet, kohë të gjatë, vazhdimisht i sinqert, vallaj problem është atë. Telashe e ka atë. Pra dhe njerëzit, pak me viteve që kanë fillu me të madhe me elshu shumë. Në më ushtur. Pra ndaj sot të ndërozër, shikone për shumë në raport njerëzor. Shikone në raport njerëzor, atë. Me zveti njerëzit, atë. Ku e rahmeti? Ku e mshira? Apo? E ku e në tjerat? Që fatkeqësisht janë
pjesë përbërëse, janë pjesë e domosdoshme e jetës. Nuk ka, qysh ka mundësi me pas lumturi jeta pa mëshirë? Qysh ka mundësi me pas, qysh ka mundësi mu knaq një vet njëri cili nuk e ndan me tjerë çka e ka Zoti? Qysh knaqet kjo vëllai? Qysh ka mundësi mu knaq kjo? S'ka kënaqësi kështu apo? Më tregoni prej ka i vjen kënaqësia kopracit? Ka me hika. Ka cila derë me hi, ka me shku. Probleme ka. Ka cila derë kopracit me jarë guximi. Pe ka, zgudzana i më lëshu. Nga se kopracia mon gjithë mon në panik, në frikë, e kështë më radhë. Prandaj xheneti, gjitha këtu i ratan. I ratan gjitha këtu. Një beduin nga Shketina, erë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa si ip të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domon, nga e që Zotë Gjellë e kështë edhe shpërndan të në mas të madhe. E kër e pa këtë, edhe pëse pejgamberi i kështë e mundësi të kufizuara. I kështë të kufizuara gjitha. A i shkej tek popullet i dhe tha, shpejtoni tek Muhamedi, a i qështu sallallahu sallam, thot nga se a i jipte si dikush që kur se ka tu të varfrin. Dhe a ke po, jep gudzim shumë, ka dikush jep, po pa gudzim. I mat 100 herë, nëse kaq nëse kështu. Kësë është bujar. Nuk ka mundësi njëri bujar mos më koni gudzim shumë. Këtu e në me zvetet leta. Gudzimi është kusht i bujarisë. Edhe bujaria është kusht i gudzimit. Edhe pastaj kusht i bujarisë edhe i gudzimit është durimi. Pas sabër së njepë, Allah. Do të me lonë dikun, në gjithë janë të ndëlidhra. E këtu i man një pej. Këtu rruza i man një pej. Për ndryshe, hupin. I man pej i quajtur gjennet. Veç i ka që të. Që kë i man, kur njerës e kanë u këtë pej, rruzën i shka përdirë, bujaria i ka shku dikun atje, s'ka vak me njek, durimi i ka up dikun, jetë në terë. Apo, krizë, prandaj sot është krizë e morali këtë dhe zni. A nuk është krizë koha kur në asni, do shta paragraf të mësimeve që jipen sot, nuk gjend flitet për bujarin, e për mirësin, e për mshiren, e për faljen, e për gjitha të vlera madhore, përveç, atëherë kur ato kanë reflektim të materializuar një të ndonë përdeshme. Apo, jepi se pastaj, ketë lidhen me kalkulimit të kësaj dunjaja. Nuk mundet kjo dunja me kone fort. S'ka mundësi, si ka ep Allahu fort së dunjaja, që me majt njërin dhe në fund, s'mundet. Përveç ahireti. Prandaj xheneti rregullon krizat morale, rregullon gjithë këtë shturje morale. Gjithë kjo Allahu na fal. Ky amoralitet, gjitha këto do rrezillëqe që po bën mes njerëzve fatkeqësisht, apo gjitha këto kush i nale Allah. Gjithë kjo alkool që po pijet, gjithë kjo drogë që po bëhet, gjitha këto marrëzina që po bën. Si ndalen këto apo? S'ka fuqi që i nalë ato. Kanë tentu me gjithë shka me i nalë. S'kanë mundësi me i nalë. I ka nalë pejgamberi s.a.s. me një fjallë. Me një fjallë. I ka nalë ato. Fehel entu mund të hunë. Apo nalë që po thuni. Kaq. Ka thunë intehejna. E lam krejti arat, krejti lam. Për shka? Për i shka më të madhe i ka përmëtu Zotë Gjellë Gjellë. Për i shka shumë më të madhe. Prandaj xheneti rregullon krizat morale që njerëzit i kanë kaplu. Edhe kjo është temë gjatë. Mirë po, një problem kaq të madh shoqëror që ka hub morali në çdo aspekt. Sot kërkohet të kthehet morali të kthehet etika në biznes, në politik, në shumë aspekte, nga se gjithçka ka marrë forma tjera fatkeqësisht. Andaj mund të jetë i moralshëm, i sjellshëm, i edukuar kërkuesi i xhenetit. Dhe xheneti këto probleme i shëron me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe sikur thash, ka shumë hadithe që flasin për këtë çështje. Tjetra të ndërlohet është edhe pes problemeve sot bashkëore të njerëzimit. Ka të shumta, nuk po them që çutojnë vetë, jo ka të shumta. Unë disa po do më trajtu. Është edhe bredhja e njeriut, edhe hutia e tij në pamundësi me gjithë përgjigje të duhura për disa pyetje që po e vrojnë nga brenda. Ka shumë pyetje.
ka shumë pyetje që njerin po e preokupojnë, nuk po dinë më dhon përgjigje. Pyetje që kanë të bëjnë me krijimin, apo pyetje që kanë të bëjnë me jetën, pyetje që kanë të bëjnë me të ardhmen, pyetje që kanë të bëjnë me pasdekjen. Si më dhon përgjigje kësaj? Pyetje që kanë të bëjnë me të mshaftën, gajbin. Njerëzit bredhin. Dhe në këtë bredhje, të ndërruar, në pamundësi me gjetë përgjigje, tek njerëzit është krijuar një zbrastir, duhet me e mush me diçka. E këtë zbrastir të njerëzve, fatkeqësisht, kanë shpejtuar njerëz të ndryshëm përmes filozofive të ndryshme me e mush këtë zbrastin atë. Me e mush këtë zbrastin. E kjo është, a din si bjen kjo? Sikurse dikush s'ka gjak. Pa gjakësi të madhe ka, apo? Edhe mjeku thotë, nuk kem gjak, jepi ujë o lota, shami po. Apo? Jepi ujë në gjakut. Me diçka duhet me mushaj, gjak s'ka mushë me ujë. Si është ai pacient që mjeku në vend të apo gjakut i jep ujë o lota. Ose thotë ujë më mirë jepi Coca-Cola, më shtrejt. Apo më mirë, respekt për ta, të ne mushëm me Coca-Cola. Dhe në gjakut dhe kjo është si do të jetë gjendja e këtij pacienti o lota. Shikoj ç'na duket kjo çesharake, e pa rritshme e kështu me radhë. Wallahi shpesh njerë infuzione morën në më të këqija se këto, në mungesë të gjakut. Mendim, ai s'din këtë përgjigje. Libri i parë, mendimi i parë që ata kanë, mendon se ky po më shëron. Mendon se ky më ka mos zbrastirin, s'është as ky që kapshëm pas diçka bile, është një përgjigje. Dhe njerëzit janë duke u mbush, po me ato që fatkeqësisht i ngjon më keq se ati që e merr këtë infuzion atë. Dhe njerëzit paramendoni për shembull të ndërruar vëllezër, nga begatia e nderimit, nga se xheneti është shoqëruesi i njerit të parë. Kur përmendet Ademi alayhis salam, çka përmendet me to më së pari? Çka përmendet më së pari me to? Xheneti, që Allah e ka vendosur xhenet. Andaj nderimi i njeriu dhe përgjigje për shumë pyetje lidhet me xhenet, nga se wa allama Adama al-asma'a kullaha. Ja ka mësuar Allahu krejt, pastaj ka thënë xhenet. Ky është trekanshi i nderimit, krijimi nga dheu, mësimi dhe përgjigjet e duhura dhe xheneti. Këtë trekansh e ka thënë njëri në mungesë të kësaj përgjigje. Andaj te krijimi, paramendoni, përgjigja për krijim është evolucioni. I krijuar nga majmuni. Paramendoni, nga xheneti dhe nga nderimet, nga sejdja e melekëve në majmun. Paramendoni këtë arritje. Çfarë përgjigje merr njeri kur vetë si jemi kriju nga majmuni? Si mund me konë gjë? A mund më një kamat kë njeri? O lëndërum, me të thonë, pak e që kuptime, me të thonë, që një kriminal i madhë ka bo krime shumë, edhe ti je të merum nga krimet e ti, apo? Edhe je publikisht dikun, të merum, aq kriminal i ndyt, i keq, edhe të thuhet, o pa në vjen keq, ama gjyshet është, si ndihesh e vëllai. Ai njeri është, kur që veç krime ka bo, duket si te, ai insan është, s'ka të meta, veç ka bo krime, qysh duket apo? A mush më një rahat, i qetë, krenar, e para me tonë e ki majmun, e qysh ndihesh e vëllai. A ka këtu vend për privilegj, për nderim, e kështu më radhër. Ama është dash një përgjigje me dhonë, diçka duhet me dhonë një përgjigje, se diçka duhet me kallëzu. Nëse e qojmë ka xheneti, krejt prishet atëm. Zban, andaj na e rëntujmë ka xhenetin, nga se që atje është begatia, që atje është kënaria, që atje është përgjigje për krejt pyetjet, pse je ardhur, ku ke me shku, kush je ti, kush ka pru këtu, krejt jep xheneti. Nuk është xheneti. Tani nuk ka më rëndësi ajo majmun, a kali, a elefant, sa më rëndësi tani mo. Se gjithçka është diçka një përgjigje, gjithçka është përgjigje, nuk ka më rëndësi mo. Nga se ka hub përgjigje duhur, fatkeqësisht. Për këtë arsye të ndonëse xheneti e ka ngrit njerin Allah me të. Kur e ka lëruar nga jeta, është degraduar deri në këtë mas. E përgjigje tjera që fatkeqësisht paramendojnë deri në atë mas, saqë njerëzit sot si pasojë e ndikimit të filozofive ndryshme, apo nuk lan ka 5 muaj ditë. Paramendoj, mendim e ka qështu. E tjertë, si pasojë e filozofisë që ka ndikuar taj, për shembull, kur farndjene s'ka ndaj babës. Madje filozofi dini ju që edhe
aspektin seksual edhe me nonën se kanë problema pëtë. Apo? Nga se njëri ka qasin djenje, duhet mja mirë kuptu. Deri në këtë masë, fatkeqësisht apo. E deri në ato që vetvrasja është akti më i mirë që e bën njeriu i formuar. Apo nga se kalon në përjetësinë sipas apo. Para mëne din këtë masë. Për çfarë arsye? Me mosh një bashkëllë kollose, bash zbrast. Andaj ne i themi moshë me xhenet, krejt përgjigjet i merr apo. Edhe rahatin, edhe sigurinë, edhe mirësinë. Andaj xheneti është përgjigje për shumë bredhje, për shumë huti, për shumë paqartësi. Zoti xhallahu i ka tregu tek xheneti. Tek ajo përgjigjet. Atje kush je ti, pe ka arti, ku je tu shku ti, krejt atje i ki përgjigjet. Janë vendosur tek xheneti. Sa ishin nga ato njerëz veç me ditë disa përgjigje vëllaz njerëz. E që ti ki të gatshme të kallëzume me atë që Allahu të ka mësu. Dhe e fundi që du me thonë se ka shumë që ka me thonë këtë mirë, po para se me dati pika fundit të nënvëzër besimtarit të drejtë në xhenet, bindja e ti në këto kuptime, vëllai jep kuptim tjetër jetës atë. I jep tjetër aftësi për ti analizu gjërat, për ti kuptu gjërat. Tjetër frym kaj, nga se freskia dhe frymëzimi vin pikësh nga këto bindje. Dhe e fundi që du me përmen nga probleme që sot njerëzit i kanë, që xheneti është përgjigje adekuate për të, është e ndërlidhur edhe me këtë mëre që e ceka, ka të bëjë me shumë koncepte të paqarta që njerëzit i kanë, të paqartësuara. Për shembull, e cekëm te kriza morale, ajo krizë. Me pa dhe kjo është problem, që është e ndërlidhur me atë krizë. Koncepti i dashurisë nuk kuptohet kurrë më mirë se me xhenet atë. Apo xheneti të mëson një dashuri tjetër. Jo kësi dashunie apo të shturjeve, të mashtrimeve, të tradhive e kështu me radhë. Xheneti të mëson diçka tjetër. Një dashuri më speciale apo. Xheneti i thot gruas kështu, nëse ti fal 5 kohë dhe agjeron dhe ruan derën tënd dhe respekton burrin tënd, apo nëse ti këtë bën gruan nderuar, do të futesh në xhenet nga cila derë don. Kjo dashuria, që çon xhenet me një burrë që kur s'dash me të. Jo dashuri e cila mezi pret në një situatë saktuar dhe mora hatu. Jo kësi. Ande realiteti i dashurisë është në hijen e xhenetit. Edhe shokun e don më mirë kur qëllimi është xheneti. Edhe shokun e ki më të lidhur kur jeni nis bashkë për xhenet. Tjetër kuptim apo koncept tjetër tani ka dashuria. Tjetër kuptim ka dashuria kur është në hijen e xhenetit. Edhe bujaria që ashtu tjetër jap, ka edhe njerëz bujar. Ama ata që për xhenet e kanë tjerë në ata. Xheneti u ka mësu konceptin e bujarisë pak më ndryshe. Ka njerëz të guximshëm. Mirë, po guximi në hijen e xhenetit është pak më ndryshe, apo? Tjetër guxim ka ai që kërkon xhenetin, tjetër trini ka ai. Tjetër raport me prind ka ai që e ka për xhenet, e tjetër ka ai që e ka për adet, për zakon, për tjera këtë me radhë. Por tjetër e ka xhenetin e tjetër e ka. E kështu me radhë konceptet shumëta që se thënë nështë akonoj mu zbërthyt në veti, mirë po kriza e koncepteve që njerëzit e kanë të kufizume, e kanë të mangët, e kanë të paqartë, serohet shumë buku në njëne e xhenetit. Prandaj shumë mirë e kupton bujarin kur e xheneti. Shumë kallë e ki pastaj. Shumë lehtë e kupton faljen kur e kupton xhenetin. Shumë lehtë. Shumë lehtë e kupton durimin, shumë lehtë e kupton drejtësinë. Gjitha këto e shumë tjera nga konceptet e rëndësishme në jetë i kupton, shumë mirë i kupton në njëne e xhenetit, e shumë të tjera. Andaj të nderuar dhe motra, këtu janë disa prej pikave që përbëjnë problemet e njerëzve sot. Këtu nuk janë kaq thjesht, para në 5 probleme madhore për 50 minuta më kallzu, kjo është veç me tregu se për çka bëhet fjalë. Se s'la meriton me të vërtetë trajtim shumë të detajzuar, serime shumë më të mëdha, shembuj të ndryshëm e kështu me radhë. Mirë po unë desha vetëm që me prezentu veç një shembull konkret se kuptimi i drejtë i xhenetit çfarë favore të bën ty, ku të çon ty, çfarë begatie dhe mirësie ki ti që jeton në hijen e këtij kuptimi. Prandaj kërkues e xhenetit që e kanë kuptuar drejt xhenetin nuk i zgdosh me pas si probleme, nuk i zgdosh. Nëse kanë probleme të kësaj natyre, duhet më kthy te xheneti. Atje pastaj e gjen përgjigjen dhe zgjidhen për gjitha këto probleme, edhe për shumë të tjera. Nëse e kupton drejt xhenetin. Veç ktheu atje. Çdo dilemë,
çdo mos pajtim, mos kuptim, cytje, këtë çakis, po dihu, kallaj është, që të në xhenet, le të kuptohet apo, me kuptime të dhura. Nuk ka kështu kaq e thjesht del atje, po do të thonë që kuptimi i drejtë na që sa ligjërata po flasin për kuptim të drejtë të xhenetit, i cili ka kësi reflektime, edhe teorike, edhe të formimit, edhe praktike, edhe gjitha do që i kemi trajtu deri më tani. Andaj, kur të kërkësh nga Allahu xhallahu ala, që Zoti më të dhon xhenetin, mos kërkoj veç një vend imagjinar, s'dina se çka është, po çmë Allah në xhenet. Po kërkoj me këto kuptime, që me të sjellë këto përfitime në dunja, e me të formu kështu, besoj që tjetër kuptim merr pastaj kur thu Allahumma inni es'aluka al-janna. Pastaj tjetër kuptim merr kur ti thosh o Allah më çon xhenet. Tjetër kuptim merr atëherë kur një vepër e caktuar çon xhenet. Tjetër çmim kanë veprat që pastaj çojnë xhenet. Tjetër trajtim ki ndaj aty në punëve, vepra, fjalëve që të largojnë për xhenet, gjithçka. Asë të ndëruar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë element të xhenetit i ka formuar sahabët. Apo çysh mendova ti se u bë Abu Bekri, e u bë Omeri, çysh mendova se mo me këtë element e kam pa Allah. Enes ibn Nadr ka unë jo që pesha, erën për jani, aq pranë e kam pas, aq ndikim ka pas në përmirësimin e jetës, e të raporteve, e shumë gjërave në dunja, para se me do në botën tjetër. Prandaj, nëse kuptojmë drejt, me të vërtet do të ketë reflektime të shumta pozitive në jetën tonë të përditshme, e shumë të tjera që kanë mundësi të thuhen, por që ndoshta kanë mbetur të thuhen herave tjera. Allah na udhëzon në rrugën e drejtë, dhe Zoti na bëf të vendbanim xhenetin. Allahu na mundsoft që në dunja të jetojmë xhenet, dhe të jetojmë në hijen e këtij kuptimi dhe nesër kur dalim para Allahut jemi banor të xhenetit. E përfundoj me kaq, ndërsa ju lajmëroj të ndërlodhë vëzër, se duke pas parasysh se këtë diele fillon llogaritja verore, e kohës atëherë dersi tash kthehet në atë që ka qenë e zakonshme, pas namazit të akşamit. Do të javën e ardhshme, inshallah shihni pas namazit të akşamit. Zoti ju shpëlbojë dhe ruajt me kaq për fund, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.